IKMT është rikthyer sërish në theth për shembjen e 35 objekteve të tjera pa leje. Ky është aksioni i dytë i zhvilluar në këtë zonë pas atij të muajit korrik, kur u prishën rreth 70 ndërtime të tjera. Thethi i shpallur park kombëtar dhe një ndër destinacionet kryesore turistike të veriut është prej kohësh në vëmendjen e autoriteteve për shkak të ndërtimeve pa leje. Në korrik të 2025-s, kryeministri Edi Rama nëpërmjet IKMT-s sinjalizoi prishjen e hapësirave të zaptuara, sipas tij në zonat e Shqipërisë dhe veçanërisht në theth. Thethi për javësh ishte në qendër të vëmendjes së aksionit ku u prishën me 10 objekte dhe nga ana tjetër u regjistruan edhe disa incidente mes banorëve, IKMT-s dhe policisë së shtetit. Kujtojmë se aksioni i policisë dhe IKMT për prishjen e ndërtimeve pa leje në theth ka hasur në rezistencën e banorëve të thethit. Më 7 korrik, fadromat dhe buldozerët e IKMT zbarkuan në fshatin turistik duke larguar dhe prishur kabinat e ndërtuara së fundmi, por aksioni ka hasur në rezistencën e banorëve. Në foto duket se një grup banorësh nuk lejon prishjen e ndërtimeve duke deklaruar: "Jemi në tokën tonë", ndërkohë janë organizuar edhe protesta. Vendosja e 10 kabinave në një prej zonave simbol të thethit duket se solli një përplasje mes qeverisë dhe drejtësisë, por gjithashtu edhe një aksion të gjerë në theth. Në kuadër të aksionit që njoftoi kryeministri për lirimin e hapësirave publike, ai mori si shembull thethin, duke thënë se një gjyqtare nuk kishte filluar procedim penal për një fshat turistik pa leje. Në lidhje me këtë çështje, pati replika mes tij dhe prokurorisë së Shkodrës, ndërkohë që IKMT ndërhyri dhe hoqi kabinat, por aksioni është shtrirë edhe në ndërtime të tjera, duke i irrituar banorët.